Mirlin Daku shkëtyr të shënoj rregullisht të ka tundur rjetën për ndeshjen e dy trafasin në panellën e Rubin Kazanit. Sulmuesi shqiptar është dërguar përsëri pa gabueshëm para portierit në ndeshjen që skuadra e tij luante në Kimkit në transfert. Edhe pse vendasi që që në minutat e para të sfidës, Daku vendosi shpejt para speshëm ku në minutën e 12 të ndeshjes mori një pasim dhe majtat u shpangur pozicionin jashtë loje dhe i vetëm para portierit nuk ka pojt në poshtë rrugë të fundit një top të quar në shtyllën e largët. Daku kishte mundësin të kalon të ekipin e tij në avantazh dhe përmirëson të bilancin sezonal me një penalti në minutat e fundit të pjesës së parë, por sulmuesi gaboi nga pika e bardhë pasi portieri gjeti krahun e goditjes së tij duke e bllokuar. Megjithatë, në minutën e 58 Daku ja doli të tunte përsëri rjetën, këtë herë me një quajtje nga jashtë që nuk i la mundësi reagimi portierit. Vetëm një ndërhyrje e varit i hoqi mundësinë e golit të tretë personal në këtë sfidë, pasi ai tundi rjetën në minutën e 63, por gjithçka u anulua për një pozicion jashtë loje. Këta ishën golet e 13 dhe 14 të Dakut në këtë sezon në Premier Ligën ruse, ku aktualisht është Kolçanusi i dytë më i mirë. Vetëm Manfred Ugalderi i Spartakut të Moskës me 60 gola ka shënuar më shumë se sa sulmuesi kombëtar zyrtar, i cili ka dhënë edhe 6 asis.